Kur tha Berisha që do të emërojë ambasador, si e prite? Me shumë si thonë droje në kuptimin jo, për qenë realist, unë gjatë 91-92 pavarësisht se çfarë mund themi njërin tjetrin për krahje, për të gjithë ishim në favor të ndryshimeve të sistemit, të mëtetash. Sigurisht. Por nuk kam qenë në një eksponenti në një partie politike. Nuk që aktivist. As në Partinë Socialiste, apo që ishte në atë kohë Partia Punës. Po ka pas, atëherë s'ka pas. Jo, po dhe në Partinë, duhet dalë ke kjo, duke mos qenë eksponent në Partinë Demokratike, unë kisha shumë merak që çfarëdo që të bëja në Washington nuk do kisha mbështetjen e duhur nga partia, sepse partia, do më pavarësisht se si kanë rrjedhur punët sot, po dikur partia ka qenë forcë e madhe dhe ajo që mungon sot në Shqipëri, që nuk shën punët aq mirë, është që partia përdoret vetëm për fushat elektorale dhe nuk përdoret për ato që quhet edukim. Domthon, kudo në botë partitë politike kanë format e tyre të edukimit dhe të mbajtjes së lidhjeve me njerëzit. Po që ti bie shkurt histori, pse fjala e parë që kam thënë presidentit ka qenë që nuk e bëj dot sepse nuk kam mbështetjen në parti. Kështu që nuk e bëj dot? Po. Dhe më tha që ti ke mbështetjen time dhe të gjithë Shqipërisë, kështu që mos ke merak sepse Ju ku ishit në atë kohë, në çfarë drejtorie? Unë kam qenë drejtor për Amerikën, misionin e jashtme. Do të nga drejtor për Amerikën ju shkua se edhe ajo për Amerikën sa ishte krijuar. Kishte në 6 muaj. Si historia David Kostelançish, pak a shumë e njëjta histori pra. Dhe zoti ambasador, sa qëndruat ju? 2 vjet gati, vite gjysmë. 2 vjet. Cila ishte gjëja më e rëndësishme që bët në drejtim të ambasadës amerikane? Shqiptare në Amerikë, më fal. Shika, në atë kohë ndjehej dukshëm që marrëdhëniet midis të dy vendeve i drejtonte ambasadë amerikane në Tiranë, nuk është se kishte një peshë ambasada shqiptare në Washington, dhe kjo gjë sa vjen edhe është më e dukshme që me kalimin e viteve pesha ambasadës shqiptare në Washington ka qenë në rënje. Nuk është se ka pas në një, edhe kur ka pas korifej të diplomacisë shqiptare. Në të dyshë ishte pak ndryshe, sepse vetë ambasada në Tiranë kishte ambasador Ryerson dhe numër 2 që ishte në fakt figura më kryesore, Christopher Hill. Po. Që ishte ai në fillim i ngarkuar, pastaj erdhi ambasador. Po. Dhe sado, duke qenë ambasadë e re, influenca e tyre në Departamentin e Shtetit ishte në krijim e sipër. Dhe avantazhi që kishim ne në atë fillim ishte që në Kongres, në Senat dhe në Dhomën e Përfaqësuesve, kishte një dashamirësi të jashtëzakonshme për Shqipërinë. Domethënë që ta kthej në numerike për ta kuptuar më mirë, nëse kolegët mi që mund të ishin, po them, nga Slovenia apo Kroacia, donin 2-3 muaj që të merrin një takim me atë Bob Dole apo me Ti me njëherë kishe shumë të lehtë. Ambasadori i Shqipërisë 2-3 ditë ishte maksimumi dhe të prisin. Pra, ndoshta ishte pritja që ju bë James Bakerit në Tiranë në qershor të Thënjishit. Ndoshta ishte një lloj simpatie për vuajtjet e popullit shqiptar, ndoshta ishte vetë zoti Berisha me ato flokët përpjet, domethënë që të rishte vëmendjen në shurë. Si ishte kjo? Berisha kështu me flokë? Ishte një djalosh në atë kohë energjik. 46 vjeç. Nuk ishte djalosh. Okej. Në fakt Berisha na dukesh më i madh atëherë ne sa tani. Edhe plak nuk ka qenë. Djalosh në kuptimin e energjisë. Që reflektonte. Nuk ishte ai udhëheqësi i matur, i menduar, që të fjalët, i personit. Ishte shumë i brutshëm dhe linte shumë përshtypje tek bashkëbiseduesit. Kështu që gjitha këto ishin një atmosferë pozitive për Shqipërinë, për ta ndihmuar. Pastaj, për të nxjerrë pak, për të hapur pak atë zoomin, ishte situata në 92-shin në Shtetet Bashkuara të Amerikës e dinin fare mirë se çfarë priste Ballkanin. Në luftën të Bosnjë ishte shumë prezent. Kështu që e dini edhe për Kosovën? Patjetër. Perspektiva e mua një gazetar amerikan në vitin 2001 ambasador, një gazetar i New York Times dhe pastaj i ABC Channel 5, që kam takuar, më tha që ajo që ndodhi në Kosovë në 99-ën, pra sulmi i NATO-s, ishte parashikuar nga CIA në 78-ën. Ju e kishit të informacion? Është sakt? Jo, nuk e kisha këtë informacion, por në raste të tilla mund të them që CIA, Pentagoni, Departamenti i Shtetit, zyrat që merren me planifikim politik, bëjnë me 10 skenar në muaj. Kështu që një nga ato skenar
një nga ato skenarë ka qenë dhe ky. Po ky u realizua dhe ky mbetet. Po kjo nuk do të thotë që nuk ka pas dhe skenar të tjerë, nuk do të thotë që mund të pas dhe skenar që të mbijetonte Jugoslavia, sepse Jim Baker pikërisht në Beograd apo ku e mbajti fjalimin, tamam në atë një ditë më pas apo një ditë më parë që ka. Po se bëri tur në Ballkan, po. Tha që ne jemi shumë të interesuar që të mbijetojë Jugoslavia. Kështu ka thënë. Po, në qershor të 91-shit. Po. Pra, CIA ka bërë atë skenar, atë informacion në 92-shin, unë po them që kishte zëra. Do me thënë me fjalë tjera, në qoftë se ju kujtohet, ka ardhur Amerikanët dhe ka ndërtuar një bazë në Gjadër, për helikopter, dhe pastaj pa prit mas, ngritën gjithë çadrat dhe u zdukën. Janë të gjitha që kanë të bëjnë me një skenar të caktuar dhe një sjellje të caktuar të autoriteteve shqiptare në atë moment. Pra, Korridori 8 është projekti 92-shit dhe është ide. E ka shfaqur Bill Clinton, unë nuk mund të them që ishte ide e tij. Ran gjumë natën dhe nesër mëngjes u zgjua dhe tha që duam Korridori 8. Pra është një strategji amerikane për të zhvilluar dhe jugun e Italisë dhe Shqipërinë dhe gjithë brezin për të furnizuar deri Ukrainën, sepse mundësia e kontradiktave me Rusinë ka qenë që atëherë, ato ishin më tashpër, ato ishin më bë. Dhe Ukraina mund të bllokohet siç do bllokohet tash me detin e zi Ukraina dhe ka nevojë për një kanal komunikimi që do ishte Korridori 8. Problemi është që në udhë sipër del edhe Italia, Berlusconi, del edhe Greqia që nuk I intereson Korridori 8, sepse Korridori 8 e elevon Shqipërinë në një pozicion absolutisht strategjik në raport me gjithë të tjerë. Dhe e fundit fare, që është me rëndësi absolutisht strategjike për Shqipërinë, është thellësia e portit Durrësit. Nëse kohën e komunizmit ne kemi pas mundësi një fusimani e 16.000 tonë, sot më e madhe është 7.000 tonë. Dhe ti nuk e se si ti është Korridor 8, por nuk pa dhe I port që të futesh pak të një 30-40.000 tonë.